Atëherë jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Rahovecit, trajner loj mjaft e fortë, edhe pse nisi bashkimi mirë në fillim me ato treshe që po i realizonin, në vazhdimsi kishit përgjigje për lojën e tyre. Dhe deri në fund luftuat, por çka vendosi sipas jush në fund? Po mendoj që vendosi lojtarët banka rezervistëve, të cilën kanë më shumë rotacion, ajo ka qenë edhe një ndër cilësi kryesor pse ata fituan sonte. Unë mendoj që bëhet qartë për një ekip kvalitative, një ekip e cila synon titullin e kampionit. Mendoj që lojtarët e mi kanë jap maksimumin, kanë tregu që mundën me lujtë dhe që kanë merituar me qenë Superligë. Pikërisht dasha të ndërlidhem të kjo pjesë, jeni debutues, por po e shohim mirë që nuk keni hyrë me flamur të bardhë. Rahoveci ka ndërtuar një skuadër mjaft kompetitive dhe po shohim lojra të bukura në fushë. Por çka mendoni ju si trajner që duhet i përmirësoni gjatë rrugës dhe që të keni edhe rezultate sa më pozitive? Do mendoj që rosteri, domethënë banka rezervistëve duhet me qenë më kvalitative, që kur keni rotacion atëherë mos menaro loja. Jo e po atë sonte soar kemi pas rotacion, kemi pas rami edhe ngritje të lojës. Mirë po mendoj që nëse punojmë dhe nëse vazhdojmë kështu, nuk ka me qenë letë për asnjë ekip të Superligës në mboshtë. Faleminderit shumë trajner dhe ju uroj suksese në vazhdim. Atëherë për pak çast jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit.